Normal ato shpërthimet ndodhin se kushdo që thot nuk ndodhin, mendoj veç tenton me masku të vërtetën, qenia njerëzore ajo është reagime biologjike, neurologjike, a din, që është e pamundur të preferojmë ecjen, dhe leximin. Do të në lexim, po, domethënë, nëse ambienti social frustron, gjej një lloj satisfaksioni shpirtëror atëherë kur futna në lexim, e shoh që bota është shumë më e madhe, ka të lashe më të mëdha se sa këto se sa të mijat edhe se sa mbase këto që tensionet që mund të lindin nga menaxhimi ditori, çështjeve që mund të jenë edhe banale, se shpeshherë shumë prej këtyre tensioneve na ndodhin nga çështje kryesisht banale që kur të kalon distanca edhe vetëm pendohemi dhe thojmë aja ka vlerë, ai frustrim që ka pasoja psikologjike, biologjike, neurologjike, do thotë sepse gjithnjë më shumë edhe studimet po tregojnë sa më tepër që mund ta shmangim stresin, mund të shmangim këto presione. Kjo mund ta jo ushqimet sot, jo këto, po pikërisht ky dimension social mund të jetë burimi i mirëqenies sociale, sepse njerëzimi në një farë mënyrë në këtë drejtim sot mas të madhe e ka tejkaluar problemin e varfërisë. Ne po jetojmë në një epokë ku njerëzit sot vdesin më shumë nga obeziteti sesa nga uria, gjë që tregon që mbase duhet ta ndërtojmë një distancë më të madhe kritike nga kultura e konsumit, aktivitetet sedentare, aktivitetet tjera sedentare në mënyrë që ta kemi një jetë më të dhe mirëqenie më të madhe sociale. Pra sot mirëqenia sociale jonë në mas të madhe mbaret nga aftësia jonë kritike për të distancuar nga ky presion që mund të na vijë nga gjitha ana. Cili është afrim veni më i pazakonshëm që je inspiruar me shkruaj për shembull, në të shkruan shumë jo vetëm për politikë, po bën analiza, bën shkrime, bën editoriale, jo vetëm në politikë, por në shtëpi ku ka qenë vendi më i pazakonshëm ndonjëherë që të ka ardhur si mendim të shkruaj diçka, qoftë përmes lapsit, qoftë përmes telefonit, s'ka rëndësi, vetëm dikon ta mbash si kujtim ose si shkrim një pjesë që ty të është dhënë me shkruaj për shembull. Dgjoj, këto mendimet është interesant, këto e kanë autonominë e tyre, nuk janë që mundesh me një pull, domethënë tash mendoj në këtë mënyrë, ato vetë ju vinë në mënyrë spontane dhe tash ato mund vinë derisa duke pi një kafe, duke ecur në rrugë, kryesisht edhe në rrugë ka gjë mas të madhe më ndikojnë në orë të vona të mbrëmjes, duke lexuar, pastaj duke ecur edhe ato. Janë vende të ndryshme, por ajo që më shumë më kalon përshtypje kështu tash si qytet, që kam bërë një rrëfim për atë qytet, është një qytet në Italinë jugore, Sirakuza. Ai qytet ka qenë një vizitë e orkestruar për qëllime tjera, por unë kam shijuar personalisht, kam bërë një jetë dy fisht aty. Kam marrë pjesë në aktivitetet për cilat kam qenë i ngarkuar e i detyruar, por personalisht jam rikthy 2500 vjet pas në kohë, për shkak sepse me atë fillon shumë shka në këtë traditën e civilizimit, lidhet me atë qytet lidhet shumë shka në këtë traditën e civilizimit ton perëndimor.